Përshëndetje, të nderuar përfaqësues të mediave. Sot në mbledhjen e qeverisë morëm dy vendime të rëndësishme që janë në fushën e përgjegjësisë së Ministrisë së Digitalizimit dhe Administratës Publike. Vendimi i parë ka të bëjë me miratimin e nismës për lidhjen e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për përfshirjen e Kosovës në zonën EU Roam Like at Home. Vendimi i sotëm hap rrugë për zhvillimin e negociatave dhe arritjen e marrëveshjes me Bashkimin Evropian. Kjo nismë vjen në vazhdën e vendimit të muajit të kaluar të Këshillit të Bashkimit Evropian për të autorizuar hapjen e negociatave me vendet e Ballkanit Perëndimor për integrimin në zonën EU Roam Like at Home, e cila do të rezultojë me heqjen e tarifave të roamingut ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe BE-s. Kjo marrëveshje do të mundsojë qytetarëve të Kosovës që udhtojnë në vendet e BE-s për punë, studime, turizëm apo vizita familjare të komunikojnë pa kosto shtesë roamingu, njësoj si qytetarët e Bashkimit Evropian. Bizneset kosovare do të kenë kushte më konkurruese për zhvillimin e aktiviteteve të tyre në tregun evropian, duke ulur kështu kostot operative dhe duke lehtësuar bashkëpunimin ndërkombëtar. Nga kjo do të përfitojë edhe diaspora jonë, e cila gjatë vizitave në Kosovë do të mund të përdorë shërbimet e telefonisë mobile pa tarifa shtesë të roamingut. Kosova është e gatshme dhe e përkushtuar për të avancuar këtë proces sa më shpejt dhe tashmë kanë filluar përgatitjet për përmbushjen e kërkesave që lidhen me zbatimin e rregullativës së BE-s për roamingun. Projekt ligji i ri për komunikimet elektronike, i cili transpozon kodin evropian të komunikimeve elektronike dhe krijon bazën për zbatimin e rregullave të BE-s për roamingun, tashmë është hartuar dhe së shpejti do t'i nënshtrohet konsultimit publik. Paralelisht, ARKEP-i ka nisur përgatitjet në legjislacionin sekondar të nevojshëm për zbatimin e plotë të kësaj kornize. Zgjerimi i zonës EU Roam Like at Home në Kosovë dhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor është një shembull konkret se si integrimi gradual në tregun e vetëm digital evropian mund të sjellë përfitime të prekshme për qytetarët tanë edhe para vetë antarësimit. Vendimi i dytë që u mor në mbledhjen e sotme të qeverisë ka të bëjë me miratimin e kornizës për ndërtimin e kapaciteteve digjitale në qeverinë e Kosovës. Zhvillimi i shërbimeve digjitale publike, përdorimi më i mirë të dhënave dhe teknologjisë, si dhe mbrojtja e sistemeve dhe informacioneve kërkojnë kapacitete të përshtatshme njerëzore në të gjitha nivelet e administratës publike. Deri më tani, zhvillimi i aftësive digjitale nuk ka pasur gjithmonë një piknisje dhe një orientim të përbashkët institucional. Korniza e miratuar sot e adreson pikërisht këtë nevojë. Kjo kornizë përcakton një model të unifikuar për zhvillimin e aftësive digjitale, thelbësore të nevojshme për qeverisje efektive, ofrim cilësor të shërbimeve dhe inovacion. Ajo ofron bazën që nevojat për kapacitetet të identifikohen në mënyrë më sistematike, që zhvillimi profesional të planifikohet sipas roleve dhe përgjegjësive dhe që institucionet të përdorin një orientim të përbashkët gjatë zhvillimit të stafit të tyre. Korniza synon që transformimi digital të kuptohet si ndryshim institucional dhe profesional e jo vetëm si investim në teknologji e sisteme. Në këtë mënyrë, ajo ndihmon në forcimin e kulturës së shërbimit ndaj qytetarit, bashkëpunimin ndërinstitucional, përdorimin të sigurt dhe të përgjithshëm të teknologjisë, si dhe aftësisë së administratës për t'u përshtatur zhvillimeve të reja. Ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj dhe natyrisht jam i hapur të përgjigjem nëse keni ndonjë pyetje. Antigoni Sufi, gazetare në Kallca.com. Ministër, kur Këshilli miratoi nisjen e negociatave në fillim të qershorit, tha se pritet që me fillu heqja e roamingut në vitin tjetër. Po kjo varet nga përparimi i shteteve në negociata. Të mos parasysh situatën e Kosovës, që jemi në krizë institucionale, ndikon kjo në vonesa nëse ka me vazhdu kjo paqartësi institucionale, edhe gjithashtu po më interesove ditë nëse mund të na tregu se cilat janë ndryshimet rregullative që do të mi bë Kosova në mënyrë që më u përshtatë dhe me u heqë roamingun. Faleminderit.
Faleminderit shumë. Atëherë, sot u bë një hap i rëndësishëm, pra në qeveri në parim u miratua nisma për këtë marrëveshje. Tash në bazë të këtij vendimi qeverisë na po e formojmë ekipin negociator i cili do të negociojë me BE-n, edhe në momentin që arrihet marrëveshja, pastaj bëhet nënshkrimi me pëlqimin e Ministrisë Punëve të Jashtme të Diasporës, edhe pastaj edhe ratifikohet nga presidenti. Tash, meqense nuk kërkohet ndonjë proces të kryhet nga kuvendi, kisha me thonë që në këtë rast specifik nuk ka ndonjë pengesë që na komplet këtë cikël të realizimit të marrëveshjes ta bëjmë pavarësisht prej çështjes së konstituimit të kuvendit. Pyetja tjetër e ndërlidhur ishte lidhur me ndryshime, domethënë e ceka dhe më herët që një prej ndryshimeve kyçe ka të bëjë me aprovimin e ligjit të ri për komunikime elektronike. Na kemi nevojë me aprovu ligjin jo vetëm për shkak të kësaj nisme, po janë edhe çështje tjera që ndërlidhen me reformën e agjendave. Prandaj ligji veç është draftuar, pra është hartuar dhe së shpejti do të telë në konsultime publike me idenë që deri në fund të këtij viti ta kemi ligjin gjithsesi të aprovuar, edhe ai të koincidoj edhe me përfundimin e negociatave që do t'i adresoj një pjesë të madhe të kërkesave që dalin për këtij procesi, po përveç kësaj janë edhe disa akte nënligjore, siç e ceka, një prej akteve nënligjore kyçe është ajo që duhet mu aprovu prej ARKEP-it, pra prej regulatorit ton, i cili po ashtu veç e ka fillu punën në hartimin e aktit nënligjor, kështu që ne besojmë që paralelisht me negociatat do t'i plotësojmë edhe kushtet, natyrisht disa prej kushteve do të dalin edhe prej vetë negociatave, mirë po ne po bëjmë të gjithat prej anës tonë që në momentin që përfundojnë negociatat edhe arrihet marrëveshja, periudha e implementimit të jetë sa më e shkurtë e mundshme. Faleminderit shumë.